Bën mrekulli, një gjethe lakre lehtëson këto probleme në kohë rekord. Shumë shpesh është e vështirë të lehtësohet kolla e vazhdueshme, ndonjëherë medikamentet nuk ju ndihmojnë. Një nga mënyrat efektive për të lehtësuar kollën është një përzierje e lakrës me mjaltë. Ajo mund të përbëjë vërtet një recetë antikollë në kushtet ku është e vështirë që të merrni ndihmën e parë. Për këtë trajtim nuk ka kufi simptomoshës, është aq efektive sa për të vegjëlit ashtu dhe për të rriturit. Ajo çka ju duhet të bëni është të merrni një lakër dhe mjaltë. Procedura më pas është e thjeshtë. Merrni një gjethe nga një lakër, e vloni atë në ujë për disa minuta derisa të bëhet e butë dhe e ngrohni. E lyeni me mjaltë nga njëra anë dhe vendosni gjethen në gjoks. Mbështiteni mirë me një leck ose me një bezë ose me një bluzë të ngrohtë gjatë natës. Nëse vuani nga kolla, e përdorni atë si lehtësues gjatë natës derisa të merrni trajtimin e specializuar nga mjeku juaj i përgjithshëm. Nëse vuani nga kolla e rëndë, ju duhet të paraqiteni menjëherë tek mjeku juaj.